dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Çmimi i ulët i luleshtrydhes ka ngritur në protest para ditën e kësaj të hëne 10 fermer nga të gjitha fshatrat e njësisë administrative Frakull pranë vendit të quajtur Rotondo e Kafaraj, në aksin Levante-Pelen. Fermerët pohojnë se për kultivuesit e luleshtrydhes ky është viti më i keq, pasi kurrë më parë nuk ka ndodhur që në këtë periudhë të vitit çmimi të arrijë deri në 500 lekë për ar, ndërkohë që po përballen edhe me përgjysmim të prodhimit për shkak të ngriçave lagështirës dhe përmbytjeve. Fermerët kanë kundërshtuar politikat e pikave të grumbullimit, të cilat sipas tyre po vendosin çmimin sipas dëshirës, ndërkohë që vet i tregtojnë me çmime dyfish të larta dhe gjithashtu kanë hedhur poshtë zërat se luleshtrydhet vendase janë me pesticide. Ne sot jemi mbledhur, domethënë arsyeja kryesore dhe më e rëndësishme është që ne nuk po na shitet prodhimi. Ne ka vajtur në kushtet më minimale dhe po shesim me humbje. Me çmim 5000 lekë, 4000 lekë, ne jemi nën kosto. Informacioni është, domethënë, nëse këtu sot ikën për shembull me 5000 lekë, atje për momentin mund t'iki 9 deri 12000 lekë. Arka, gjithmonë flasim me arka, mos ngadrohemi me kile. Kush do qoftë që do të kryej analiza mund vitet toka ime sepse unë përdor mikroorganizma dhe elementet që nuk përbëjnë fare. Kur kam vajtur tek pikat e grumbullimit më kanë thënë që nuk më intereson se çfarë prodhon ti. Përballë kësaj situate, ata kanë apeluar për të gjitha institucionet përgjegjëse që t'u vinë në ndihmë në këtë situatë të vështirë që po i çon drejt falimentimit. Luleshtrydhes i bëjmë thirrje shtetit të ndërhyjë sa më parë, të shikojë me sa shesin pikat e grumbullimit, me sa e nxjerrin jashtë dhe me sa paguhet fermeri në realitet. Jo ç'a thon mediat andaj këtej, ç'a ndodh këtu në zonën e Luleshtrydhes. E para, e dyta. U premtua na ministri i bujqësisë për të gjithë zonën e përmbytur këtu. S'ka ardhur njëri fare të shikojë për gjithë përmbytjen e që bëri Vjosa. E treta, i bëjmë thirrje qeverisë, tuli koston e naftës për bujqësinë, sa ja jep peshkimit, që edhe ne tulim koston e prodhimit. Edhe të subvencionoj fidanët, sepse pos ndodhen këto gjëra nuk do mbyllet me luleshtrydhe këtu në këtë zonë. Do falimentojnë të gjithë. Pikat e grumbullojnë me 5000 lekë, turp faqet zezë. Ne me ato nuk lejmë dot as punëtor, as arkën, as ti themi kapaçkën. Për ne këtu janë të lidhura shteti bashkë me gjithë pikat, janë të lidhura bashkë edhe s'duan të dim fare. Neve punojmë kot, rrojmë kot. Ndjeni vetëm të braktisur në fatin tuaj. Ne kemi 13 vjet jemi të braktisur. Ata kanë pohuar gjithashtu se nëse nuk do të merret asnjë masë konkrete, do të vijojnë për shkallëzimin e protestave. Policia e Lushnjës ka njoftuar se ka nisur procedimi penal për shtetasit DL, 26 vjeç, banues në Lushnjë. Pasi nga kontrolli fizik, shërbimet e policisë i gjetën dhe sekuestruar një sasi lënde të dyshuar narkotike kanabis. Dhe për shtetasen EQ, 49 vjeçe banuese në Lushnjë, pasi dyshohet se i ka vjedhur qenin një shtetasi. Gjithashtu specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të kësaj policie shpallën në kërkim shtetasin DJ, 42 vjeç, banues në Vlorë, pasi dyshohet se ka shantazhuar dhe ka nosur nëpërmjet celularit shtetasin MM 34 vjeç duke i kërkuar para. Kurse policia e Divjakës referoi materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin SA, 30 vjeç, banues në fshatin Bregas Divjak, pasi i ka dëmtuar të mbjellat. Ndërkohë specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Fier arrestuan shtetasin AD, 31 vjeç, banues në fshatin Agim, pasi ka ushtruar dhunë ndaj babait dhe motrës së tij. Gjithashtu referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit MB, 47 vjeç, banues në Fier, pasi ka kanosur një shtetas për motive promësie dhe ME, 31 vjeç, banues në Fier, pasi gjatë një konflikti për motive të dobta ka goditur një shtetas dhe i ka dëmtuar automjetin. Specialistët për hetimin e krimeve të stacionit të policisë Roskovec arrestuan shtetasin MF, 61 vjeç, si dhe referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për bashkëshorten e tij, pasi kanë ushtruar dhunë ndaj bashkëshortes së djalit të tyre. Nga kontrolli banesës, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan një armë gjahu, të cilën shtetasi MF e posedonte pa leje. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar gjatë mbledhjes së qeverisë këtë të hënë se jemi të gatshëm të kontribuojmë në një mision ndërkombëtar stabilizues për Gazën, duke pasur parasysh edhe përvojën tonë si vend që ka përfituar nga prania ndërkombëtare që nga viti 1999. Ai rikujtoi se në fund të janarit 2025 qeveria e Kosovës kishte ndarë 500.000 euro ndihmë humanitare për popullin palestinez në Gaza si një akt solidariteti dhe mbështetjeje humanitare. Një vendim tjetër me rëndësi ishte edhe vendimi që morëm sot me kërkesë të Ministrisë së Mbrojtjes për dërgimin e Forcës së Sigurisë Kosovës në mision në Gaza,
si pjesë e forcës ndërkombëtare stabilizuese. Ne jemi të gatshëm të marrim pjesë në forcën stabilizuese ndërkombëtare dhe të ndihmojmë popullin e Gazës. Ky vendim përbën finalizim të procesit të nisur vitin e kaluar në kohën e konferencës në Doha të Katarit nga Ministri i Mbrojtjes Ejop Maqedonci dhe komandanti i FSK-s General Lejtnant Bashkim Jashari. E pikërisht prej aty pra fillon edhe ajo çfarë vendosëm sot për pjesëmarrje në forcën ndërkombëtare stabilizuese, nga qeveria tash kalon çështja te Kuvendi i Republikës. Gjithashtu, kryeministri Kurti u shpreh se do të ftojë në takime liderët e partive opozitare në përpjekje për të siguruar votat e nevojshme për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit. Policia izraelite i ndaloi patriarkut latin të Jeruzalemit hyrjen në kishën e Varrit të Shenjtë për të udhëhequr meshën e të dielës së palmave, duke shkaktuar reagime të forta ndërkombëtare. Kryeministria italiane Giorgia Meloni dënoi incidentin duke i quajtur atë një ofendim jo vetëm për besimtarët, por për çdo komunitet që respekton lirinë fetare. Ngjarja u justifikua nga policia si një mas sigurie, në kuadër të kufizimeve që Izraeli ka vendosur për tubimet në vende fetare gjatë luftës me Iranin, për shkak të rrezikut të sulmeve me raketa. Zyrtarët e kishës thonë se kjo shënon herën e parë në shekuj që mesha e të dielës së palmave nuk u mbajt në vendin historik duke thyer marrëveshjet e vjetra dhe patriarku latin e cilësoi incidentin një precedent të rënd. Më vonë mesha u mbajt në kishën e të gjitha kombeve në malin e Ullinjve, ku patriarku Pizzaballa theksoi se lufta nuk mund të pengojë ritualet e shenjta dhe se pikëllimi nuk mund të shuajë shpresën. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.